Përshëndetje të gjithëve. Para se të fillojmë këtë histori që do t'ju prek zemrën, dua që të më shkruani në komente. A besoni në mrekulli? A keni një histori shprese që ju ka ndryshuar jetën? Shkruani poshtë, sepse historia e sotme është pikërisht për shpresën që nuk vdes kurrë. Sot do t'ju tregoj historinë e Lirës dhe Arditit, një histori që filloi me ëndrrën më të thjeshtë të njerëzit, ëndrrën për të pasur një fëmijë. Por rruga e tyre nuk ishte as e lehtë as e shkurtër. Ishte një rrugë plot dhimbje, lot, zhgënjime dhe momente kur dukej sikur bota kishte vendosur që ata nuk meritonin atë që dëshironin më shumë. Por sikur të them se pas 20 vjetësh pritjeje, pas qindra lotësh, pas mijëra netësh pa gjumë, ata jo vetëm që patën një fëmijë, por patën 2 binjak. A do ta besonit? Kjo është historia e tyre. Lira ishte 25 vjeçe kur e takoi Arditin. Ishte një mbrëmje pranvere, në një dasëm të kushërinjve. Ajo ishte ulur në një cep të sallës, duke parë njerëzit që kërcenin, duke menduar për jetën që donte të kishte. Arditi erdhi dhe u ul pranë saj. "Nuk të pëlqen vallëzimi?" pyeti ai me një buzëqeshje të vogël. "Më pëlqen," iu përgjigj Lira, "por më pëlqen më shumë të vëzhgoj." "Çfarë shikon?" "Shoh qifte, shoh familje, shoh ëndrrën time." Arditi e pa me vëmendje. "Çfarë ëndre?" Lira ktheu kokën dhe e shikoi drejt në sy. "Të kem një familje, fëmijë, një shtëpi plot zëra dhe e mbushur me dashuri." Arditi buzëqeshi. "Edhe unë dua të njëjtën gjë." Që nga ajo natë, ata ishin të pandar. Arditi ishte njëri i qetë, punëtor, me një zemër të mirë. Lira ishte energjike, plot ëndrash dhe optimiste. Bashk formonin një ekuilibër të përsosur. Pas një viti, u martuan. Dasma ishte e thjeshtë, por plot dashuri dhe premtime për të ardhmen. Në natën e dasmës, ndërsa qëndronin në balkonin e dhomës së tyre, Lira i mbështeti kokën në shpatullën e Arditit. "Do t'jemi prindër të mrekullueshëm," tha ajo me siguri. "Po," ju përgjigj Arditi, duke e puthur në kokë. "Do t'jemi." Ata nuk e dinin se sa e vështirë do t'ishte ajo rrugë. Muajt e parë të martesës kaluan me një lumturi të thjeshtë. Ata jetonin në një apartament të vogël, por të ngrohtë. Arditi punonte si inxhinier ndërtimi, ndërsa Lira ishte mësuese në një shkollë fillore. Jetonte e mbushur me plane dhe ëndra. "Tani që jemi stabilizuar," i tha Lira një mbrëmje, ndërsa hante darkë, "mendoj se është koha të fillojmë të provojmë për një fëmijë." Arditi ngriti kokën nga pjata. "Je i sigurt?" "Po, jam gati. Ti?" "Unë jam gjithmonë gati për çdo gjë me ty." Dhe kështu ata filluan përpjekjen për të pasur një fëmijë. Në fillim, ishte diçka plot shprese dhe entuziazëm. Çdo muaj Lira bënte një test shtatzanie me zemër të rrahur. Çdo muaj shikonte rezultatin negativ me një zhgënjim të vogël, por ende me optimizëm. "Nuk ka problem," i thoshte vetes. "Ka kohë, do të ndodh." Por një muaj kaloi, pastaj 2, 3, 6, një vit i tërë. Lira filloi të shqetësohej. "Pse nuk ndodh Ardit?" "Duhet të jemi të durueshëm," i thoshte ai, duke e mbajtur nga dora. "Do të ndodh kur t'jetë koha e duhur." Por dyshimi kishte rrënjësuar në mendjen e Lirës. Ajo filloi të lexonte çdo artikull në internet, të bënte çdo këshill që gjente, të ndryshonte dietën, të provonte çdo metodë që i rekomandohej, por asgjë nuk funksiononte. Pas 2 vitesh provash, Lira dhe Arditi vendosën të shkojnë tek një mjeke. Ishte një hap që asnjëri nuk donte të bënte, sepse nënkuptonte pranimin se diçka mund të ishte gabim, por nuk kishin zgjedhje tjetër. Mjekja ishte një grua e mesme, me një zë të butë por profesional. "Së pari, do të bëjmë disa analiza," tha ajo, "për të dyja palët." Javët e ardhshme ishin një cikël i pafund analizash, ekzaminimesh dhe pritjesh. Çdo herë që Lira shkonte për të marrë rezultatet, ndjente një peshë të madhe në gjoks. Kur më në fund ulën të dyja në zyrën e mjekes për të dëgjuar rezultatet, Lira kishte duar të ftohta. Arditi ja shtrëngoi dorën. "Në bazë të analizave," filloi mjekja, "ka disa çështje që po ndikojnë në aftësinë tuaj për të konceptuar. Lira, ti ke çrregullime hormonale dhe një gjendje të quajtur endometriozë. Arditi, ti ke numër më të ulët të spermatozoidëve se sa normalja. Por, shtoi ajo shpejt, duke parë fytyrën e tyre të shteruar, asnjëra prej këtyre nuk është e pakapërcyeshme. Do të duhet trajtim, durim dhe ndoshta procedura të asistimit." Lira nuk dëgjoi pjesën tjetër, mendja i bllokua. "Çfarë do të thotë kjo?" pyeti me zë të thyer. "Do të thotë se do të keni nevojë për ndihmë mjekësore për të konceptuar. Ka shumë mundësi, medikamente, trajtim hormonal dhe në raste më të avancuara, fertilizim in vitro."
Arditi e shikoi Lirën, ajo po përpiqej të mos qante. A do të thotë se nuk mund të kemi fëmijë natyrisht? Shanset janë të ulta, por jo të pamundura, tha mjekja me dëmshuri, por unë rekomandoj që të filloni trajtimin sa më parë. Kur dolën nga spitali, Lira nuk foli fare. Arditi e përcolli në makinë dhe vetëm kur mbyllën dyert, ajo shpërtheu në lot. Pse ne, Ardit? Pse? Ai e mbërtheu fort. Nuk e di, por ne nuk do të heqim dorë, të premtoj. Filluan trajtimin. Lira filloi të merrte medikamente për të rregulluar hormonet. Arditi ndërmori ndryshime në jetesën e tij, ushqim më të shëndetshëm, ushtrime, vitamin. Ata bën gjithçka që u than mjekët. Por trajtimi kishte efekte anësore. Lira ndjente dhimbje, lodhje të madhe, ndryshime në humor. Ka ditë që nuk kishte energji as për të dalë nga shtrati. Arditi e kumtonte, por edhe ai po vuante në heshtje. E shihte gruan e tij duke u munduar, duke qarë çdo natë dhe nuk mund të bënte asgjë për ta ndalur dhimbjen. Një natë pasi Lira kishte qarë për orë të tëra, ajo i tha: "Ndoshta Zoti nuk do që ne të kemi fëmijë." "Mos thuaj kështu," i tha Arditi me forcë. "Nuk është se Zoti nuk do, është vetëm se koha nuk ka ardhur ende." "Por kur do të vijë koha? Sa më shumë duhet të presim, sa më shumë duhet të vuajmë." Arditi nuk kishte përgjigje. E gjitha që mund të bënte ishte ta mbante dhe të shpresonte. Pas muajsh trajtim pa rezultate, mjekja u sugjeroi fertilizimin in vitro, IVF. Ishte një proces i gjatë, i kushtueshëm dhe emocional i rënd, por Lira dhe Arditi vendosën që vlen të provojnë. Procesi filloi me injeksione të shumta hormonale për Lirën. Ajo u bë si një gjallësë tjetër, nervoze, e ndjeshme, fizikisht e lodhur. Arditi ishte pranë saj çdo ditë, duke ja bërë injeksionet, duke i mbajtur dorën, duke i qetësuar kur e mposhten emocionet. "Do të funksionoj," i thoshte ai. Ditën e transferimit të embrioneve, ata shkuan në klinik me zemra të mbushura me shpresë. Mjekja transplantoi embrionet dhe i tha Lirës të pushonte për disa ditë. 2 javët e ardhshme ishin torturë. Çdo minutë ndihej si një orë. Lira nuk guxonte të lëvizte shumë, të bënte gjëra të rënda, të mendonte negative. Arditi ishte gjithmonë aty, duke mbështetur në çdo mënyrë. Kur erdhi dita e testimit, ata shkuan në klinikë së bashku. Duart e Lirës dridheshin ndërsa rrinte në karrigen e pritshme. Arditi ishte në këmbë, duke ecur përpara mbrapa. Mjekja doli me një shprehje neutrale. "Më vjen keq," tha me butësi. "Rezultati është negativ." Fjala negativ goditi Lirën si një shuplak. Bota rrotulloi për saj. "Jo," përshpriti ajo. "Jo, jo, jo." Arditi e mbështeti me një herë. "Është në rregull, do ta provojmë përsëri." Por për Lirën nuk ishte në rregull. Ajo kishte vendosur të gjithë shpresën, të gjithë energjinë, të gjithë zemrën në atë përpjekje dhe kishte dështuar. Në makinë, në rrugën për shtëpi, Lira nuk tha asnjë fjalë, vetëm qaje. Arditi voziti në heshtje, duke lotuar edhe ai, por duke u përpjekur të ishte i fortë. Pas dështimit të parë të IVF, Lira ra në një depresion të thellë. Nuk donte të dalte nga shtëpia, të takohet me miq, të shkojë në punë. Çdo herë që shihte një grua shtatzën në rrugë, zemra i coptohej. Çdo herë që dëgjonte për dikë që kishte lindur, ndjente një xhelozi të dhimbshme që e bënte të ndiej e tmerrshme me veten. Arditi ishte i shqetësuar, ai nuk e njihte më gruan e tij. Lira që njihte ishte e lumtur, plot jete, optimiste. Tani ajo ishte një hije e vet. Një mbrëmje, Arditi erdhi në shtëpi dhe e gjeti Lirën ulur në dysheme, duke përqafuar një batanie foshnje që kishin blerë me shpresë vite më parë. "Lira," tha ai me zë të thyer. Ajo e shikoi me sy plot lot. "Unë nuk jam grua e plot, Ardit. Nuk mund të jap atë që ti meriton." "Mos thuaj kështu." "Por është e vërtet, trupi im nuk funksionon. Unë jam e prishur, ti meriton dikë që mund të jap fëmijë." Arditi u ul pranë saj dhe e mori për dore. "Unë nuk të dua ty për fëmijët që mund të kemi, të dua ty sepse je ti, dhe nëse nuk mund të kemi fëmijë, do të jemi të lumtur vetëm ne të dy, por nuk do të heq dorë nga ti." "Por unë dua t'i jap një fëmijë," qara ajo. "Dua t'jem nën, e di, dhe do ta jesh, por duhet të kesh durim dhe duhet të kujdesesh për veten. Nëse humbasim shpresën, humbasim gjithçka." Atë natë, Lira dhe Arditi vendosen që do të merrnin një pushim nga trajtimi. Ata duhej të shërohen emocionalisht para se të vazhdonin. Muajt e ardhshëm ishin një periudhë rigjallërimi për Lirën. Ajo filloi të shkonte në terapi për të punuar mbi shëndetin e saj mendor.
Arditi ishte gjithmonë aty, duke e mbështetur në çdo hap. Ata filluan të dalin përsëri, në restorante, në kinema, në shëtitje. Filluan të kujtojnë pse ishin dashuruar në fillim, filluan të qeshnin përsëri. Ndoshta kjo ishte ajo që na mungonte, i tha Lira një ditë. Ne u fokusuam aq shumë tek bebja, sa që harruam njëri tjetrin. Je e sigurt që je gati të provojmë përsëri? Pyeti Arditi. Lira morri një frym të thellë. Po, por kësaj here nuk do të lë që të më shkatërroj, nuk do të lë që të më marrë gjithçka. Do të kem shpresë, por do të kem edhe jetën time. Dhe kështu, ata filluan procesin e IVF-s përsëri, por kësaj here ishin më të fortë, më të përgatitur, më të balancuar. Procesi i dytë i IVF-s ishte njësoj i vështirë fizikisht, por Lira ishte më e fortë mendërisht. Ajo bëri injeksionet, shkoi në kontrolle, u përgatit për transferim të embrioneve, por kësaj here nuk ja lidhte gjithë ekzistencën. Cilado qoftë që të ndodh, ne do t'jemi mirë, i tha ajo Arditit para transferimit. Po, i u përgjigja ai, duke buzëqeshur. Do t'jemi. Por kur erdhi rezultati, ishte përsëri negativ. Kësaj here, Lira nuk shpërtheu në lot. Ajo njeu trishtim, por nuk ra. Në rregull, tha ajo, do ta provojmë përsëri. Arditi e pa me admirim. Ti e gruaja më e fortë që njoh. Vitet kaluan. Ata provuan IVF 3 herë, 4 herë, 5 herë, çdo herë me shpresë, çdo herë me dështim. Kursimet e tyre po mbaronin, trupi i Lirës po lodhej nga hormonit dhe procedurat, por ata nuk hiqnin dorë. Sa më shumë do ta provojmë, e pyeti nëna e Lirës një ditë. Po ju vret këto trajtime. Derisa të funksionoj, tha ajo me vendosmëri, ose derisa të mos kemi më mundësi. Në mesin e kësaj periudhe, Lira dhe Argiti filluan të mendonin edhe për alternativat, birësimin. Ata shkuan në disa takime informuese, lexuan për procesin, folën me familje që kishin birësuar. Nuk do t'jetë e njëjta gjë, tha Lira një natë, por ndoshta është e mirë, ndoshta ka një fëmijë diku që ka nevojë për ne. Nëse vendosim ta gojmë, do ta bëjmë me gjithë zemër, por nëse ende dëshiron të provosh më shumë, do t'jemi këtu. Dua të provoj edhe një herë, tha Lira, vetëm edhe një herë. Pasi tentativat në vendin e tyre nuk dhanë rezultat, Lira dhe Arditi vendosën që do të shkonin jashtë shtetit, në një klinik që kishte reputacion të mirë në fushën e fertilitetit. Ishte një investim i madh, jo vetëm financiar, por edhe emocional. Ata udhëtuan në një vend të huaj, larg familjes, larg miqve, vetëm me njëri tjetrin dhe me shpresën e fundit. Klinika ishte moderne, mjekët ishin të specializuar dhe trajtimi ishte më i avancuar. Kjo është shansi ynë, i tha Lira Arditit ndërsa rrinin në hotelin e tyre. Po, ju përgjigja ai, duke buzëqeshur, do t'jemi. Edhe unë, tha ai, megjithse një pjesë e tij kishte frikë të kishte shpresë. Procesi filloi. Analiza, injeksione, kontrolle. Gjithçka ishte njësoj si më parë, por diçka ndihej ndryshe. Mjekët ishin optimist. Keni embrio të cilësisë lartë, u tha mjeku. Shanset janë të mira. Në dilën e transferimit, Lira shtrihej në krevat me sy mbyllur, duke u lutur në heshtje. Arditi mbante dorën e saj, duke bërë të njëjtën gjë. Zoti, nëse është vullneti yt, të lutem na jep këtë bekim. 2 javët e ardhshme në qytetin e huaj ishin ndër më të vështirat në jetën e tyre. Ata nuk njihnin askënd, nuk kishin ku të shpërqendronin veten. Çdo ditë ndjehej si një muaj. Lira përpiqej të qëndronte pozitive, lexonte, shikonte filma, ecste nëpër park. Arditi punonte nga distanca, por mendja ishte gjithmonë tek Lira dhe tek shpresa që mbanin në zemër. Si ndjehesh? E pyeste ai çdo mëngjes. E lodhur, por mirë, përgjigjej ajo. Ti? I shqetësuar, por plot shpresë. Natën para testimit, asnjëri nuk flinte dot. Ata rinin shtrirë në krevat, mbajnë dorë për dore, duke dëgjuar zhurmën në qytetit jashtë. Nesër do të dim, tha Lira. Po, jam e friksuar. Edhe unë, por pavarësisht se çfarë ndodh, ne do t'jemi së bashku. Premto, premtoj. Në mëngjes, ata shkuan në klinik me zemra në fyt. Infermierja mori analizën e gjakut të Lirës dhe u tha që do të merrnin rezultatin pas disa orësh. Ato orë ishin mizore. Ata ecnin nëpër qytet pa ditur se çfarë të bënin me veten. Çdo minutë ndjehej si përjetësi. Më në fund,
Telefoni i Arditit ra. Ishte klinika. Zoti Ardit, mund të vini në klinik? Tha infermierja. A mund të na thoni në telefon? Pyetja ai me zë të druajtur. Preferojmë ta diskutojmë personalisht. Zemra e Arditit u nda. Kjo zakonisht nënkuptonte lajm të keq, por nuk ja tha Lirës. Na than të shkojmë. Kur arritën në klinik, ata u udhëzuan në një zyrë. Mjeku hyri me një përshëndetje të shkurtër dhe ul. Së pari, filloi ai, duhet ju them se jeni shtatzën. Lira dhe Arditi ngrin. Çfarë? Përshpëriti Lira. Jeni shtatzën. Nivelet hormonale janë të larta dhe pozitive. Lotët filluan të rrjedhin menjëherë nga fytyrat e të dyve. Lira mbuloi fytyrën me duar dhe filloi të qante me tinguj. Arditi e përqafoi fort, duke qarë edhe ai. Por, vazhdoi mjeku, duke buzëqeshur, ka më shumë. Sipas niveleve duket se keni më shumë se një embrio që po zhvillohet. Do duhet një ekografi për ta konfirmuar, por besojmë se mund të jenë binjak. Lira e shikoi me sy të mbushur me lot. Binjak? Po, por të presim ekografin para se të jemi të sigurt. Ata nuk mund të besonin. Pas 20 vjetësh pritje, pas qindra lotësh, pas 10 tentativave, ata ishin shtatzën, dhe jo vetëm me një, por me pothuajse me 2 fëmijë. Javën e ardhshme, Lira bëri ekografin. Ajo shtrihej në krevat duke mbajtur fort dorën e Arditit, ndërsa mjeku përgatiste ekografin. Të shohim, tha ai, duke vendosur xhelen dhe lëvizur sondën mbi barkun e Lirës. Ekrani ndriçoi me imazhe të errta dhe të paqarta për Lirën dhe Arditin, por për mjekun, gjithçka ishte e qartë. Këtu, tha ai, duke treguar ekranin, kjo është njonja e parë e shtatzënisë, dhe këtu, kjo është e dyta. Lira pëshoi për frym. 2? Po, dhe dëgjoni këtë. Ai aktivizoi tingullin. Një rahje e shpejt, ritmike mbushi dhomën, dhe pastaj një tjetër, pak më ndryshme, por po aq e fortë. 2 zemra që rrahin, tha mjeku me buzëqeshje. Urime, do të keni binjak. Lotët e Lirës dhe Arditit ishin tani lot gëzimi. Aka qeshën dhe qanin në të njëjtën kohë, duke dëgjuar zemrat e fëmijëve të tyre. Fëmijëve që kishin pritur aq gjatë. Nuk mund ta besoj, tha Lira. Pas gjithë asaj pritje, tani kemi 2. Arditi e puthi në ball. Zoti na dëgjoi. Në fund, na dëgjoi. Pasi u kthye në vendin e tyre, Lira dhe Arditi nuk e kishin thënë ende askujt lajmin. Ata donin ta mbanin për vete pak më gjatë, ta shijonin vetëm të 2. Por një ditë, ata ftuan familjet e tyre në shtëpi për darkë. Kur të gjithë ishin ulur në tryezë, Lira ngriti një gotë. Dua t'ju them diçka, filloi ajo, me zë të druajtur. Të gjithë pushuan dhe shikuan. Ne jemi shtatzën. Për një çast, ishte heshtja e plot, dhe pastaj një shpërthim gëzimi. Nëna e Lirës filloi të qaj, duke përqafuar me forcë. Babai i Arditit u ngrit dhe ja shtrëngoi dorën birit të tij me krenari. Motra e Lirës, vëllai i Arditit, të gjithë ishin të lumtur. Por ka më shumë, tha Arditi me një buzëqeshje të gjerë. Nuk është një bebe, jam binjak. Salla shpërtheu në bërhoritje. Ishte një moment që askush nuk do ta harronte kurrë. Muajt e parë ishin një përzierje emocionesh. Lira ndjente simptoma të forta, të përzjera, lodhje ekstreme, ndjeshmëri. Por asgjë nuk e shqetësonte. Ajo ishte e lumtur. Çdo simptom, çdo pakënaqësi ishte një kujtesë se brenda saj po rritnin 2 jetë. Arditi ishte mdi protektues. Nuk e linte të bënte asgjë të rëndë, këmbgulte që të pushonte, të hante mirë, të merrte vitaminat. Lira qeshte me të, por e donte për këtë. Çdo kontroll mjekësor ishte një ngjarje e madhe. Ata shikonin binjakët duke u rritur në ekografi, duke dëgjuar zemrat e tyre të forta. Çdo herë, Lira dilte nga spitali me një fotografi të re e ultrasonografie që e vendoste menjëherë në frigorifer. Shih sa të mëdhenj janë duke u bërë, i thoshte ajo Arditit çdo ditë. E di, nuk mund ta presim, por me gjithë gëzimin, kishte edhe frikra. Shtatzania me binjak ishte më e rrezikshme. Mjekët e monitoruan Lirën nga afër, duke kontrolluar presionin e gjakut, duke u siguruar që binjakët po rriten normalisht. Në muajin e 5, Lira pati një alarm. Ajo filloi të ndjen dhimbje dhe vajti urgjent në spital. Arditi u tut fare. Çfarë po ndodh? Pyeti ai me panik. Qetësohuni, tha mjekja duke bërë ekografin. Gjithçka është në rregull. Është thjesht trupa që po përshtatet. Binjakët janë të shëndetshëm. Por alarmi i kujtoi atyre se asgjë nuk ishte e sigurt deri në fund. Lira filloi të kujdeset më shumë, të pushonte më tepër, të dëgjonte trupin e saj. Ndërsa muajt kaluan, Lira dhe Arditi filluan të përgatiten shtëpinë për ardhjen e binjakëve.
Ata ngrisën nxerzin shtëpisë fëmijëve me ngjyra të buta, montuan 2 djep, blen rroba, mushama, lojra. Do të kemi nevojë për 2 fish gjithçka, qeshi Arditi, duke mbajtur 2 biberona identike. E di, buzëqeshi Lira, duke fërkuar barkun e saj, por nuk do ta kisha ndryshe. Miq dhe familja vinin rregullisht, duke zgjedhur dhurata, duke ofruar ndihmë. Shtëpia e tyre u bë plot dashuri dhe gëzim. Një ditë, motra e Lirës organizoi një baby shower surprise. Kur Lira hyri dhe sa dekoracionet, lojrat, dhuratat, ajo filloi të qaj. Pse qan? Pyeti motra. Përse jam aq e lumtur, tha mes lotëve. Kam pritur kaq gjak për këtë moment, dhe tani është këtu, është real. Javët e fundit të shtatzanis ishin fizikisht të vështira. Lira ishte e rënduar, e lodhur dhe çdo lëvizje ishte sfidë. Por ajo ishte e lumtur. Barku i saj ishte i madh dhe çdo herë që binjakët lëviznin, ajo buzëqeshte. "Shih," i thoshte ajo Arditit, duke e mbajtur dorën e saj mbi bark. "Po shkel." Të dyja po shkelin, qeshi ai, "do të jem plot energji." Çfarë mendon se do të jenë? E pyeti Lira një natë. 2 vajza, tha Arditi. Jo, një djalë dhe një vajzë. Çfarëdo që të jenë, do t'i duam pafundësisht. Dita erdhi në një mëngjes të hershëm. Lira u zgjua me dhimbje të forta. "Ardit," thirrri ajo. "Është koha." Arditi u ngrit menjëherë, duke kapur çantën e spitalit që kishin përgatitur prej javësh. "Të çoj tani." Në makinë, Lira frymonte thellë, duke u përpjekur të qetësohej. Dhimbjet vinin në intervale të shkurtra. Arditi voziste shpejt por me kujdes, duke qetësuar gruan e tij. "Je gati për këtë?" pyeti ai. "Po," tha ajo, duke mbajtur barkun. "Më në fund po." Kur arritën në spital, Lirën e morën menjëherë në sallën e lindjes. Mjekët dhe infermierët e përgatitën. Arditi ishte pranë saj çdo moment, duke ia mbajtur dorën, duke i fshirë ballin me djers. "Të dua," i tha ai. "Edhe unë të dua," tha ajo me dhimbjeve. Procesi i lindjes gjati orë të tëra. Ishte i dhimbshëm, i lodhshëm, por Lira nuk u dha. Ajo mendonte vetëm për fëmijët që do të takonte së shpejti. "Shtyu Lira," tha mjekja, "po thuaj je gati." Dhe më në fund, pas një përpjekjeje të fundit, një çare e vogël mbushi sallën. Beba e parë kishte lindur. "Është vajzë," tha mjekja, duke e mbështjellë dhe duke ia dhënë Lirës për një moment të shkurtër. Lira e pa fytyrën e vogël, të kuqe, plot jetë, dhe asgjë tjetër nuk ekzistonte në atë moment. Lotët i rrithnin. "Mirë se erdhe," pëshpëriti ajo. Por nuk ishte kohë për të pushuar. Beba e dytë po vinte. Pas pak minutash, një qarje tjetër dëgjohej. "Edhe kjo është vajzë," tha mjekja duke buzëqeshur. "2 vajza të bukura." Arditi nuk mund të fliste. Ai qante hapur, duke parë 2 vajzat e tij për herë të parë. Mjekët ja thollën njërin mbaj tyre dhe ai e mbajti me duar të dridhueshme. "Janë perfekte," tha ai me zë të thyer. "Janë të përsosura." Pasi gjithçka u qetësua, Lira dhe Arditi qëndronin në krevatin e spitalit, secili duke mbajtur një vajzë në krah. Binjakët ishin të vogla, të brishta, por të bukura. "Pas 10 vjetësh," tha Lira me zë të lodhur por të lumtur. "Pas gjithë asaj pritje, gjithë asaj dhimbjeje, ja ku janë." Arditi e puthi në kokë. Ishin që vlen çdo sekond. Ata shikuan vajzat e tyre duke fjetur paqësisht. Çdo frymëmarrje e tyre ishte një mrekulli. "Si do t'i quajmë?" pyeti Arditi. Lira mendoi për një moment. "Shpresa dhe Lule." Arditi buzëqeshi. "Perfekte. Shpresa sepse na majti gjallë gjatë gjithë kohës, dhe Lule sepse janë bukuria që na erdhi në fund." "Po." Ditët e para në shtëpi ishin kaotike. 2 bebe që qanin në të njëjtën kohë, duke u ushqyer, ndërruar, qetësuar. Lira dhe Arditi nuk flinin pothuajse fare, por nuk ankoheshin. "Kur nuk kam qenë aq e lodhur," qeshi Lira një mëngjes pasi kishte qëndruar zgjuar gjithë natën. "Por kur nuk kam qenë aq i lumtur," tha Arditi, duke mbajtur shpresën në krah, ndërsa Lule flinte pranë Lirës. Familja dhe miqt vinin rregullisht për të ndihmuar. Nëna e Lirës qëndronte orë të tëra, duke pastruar, duke gatuar, duke ndihmuar me binjakt. "Ju po bëni një punë të mrekullueshme," i thoshte ajo çdo ditë. Ndërsa javët kalonin, Lira dhe Arditi filluan të shijonin çdo moment të vogël. Herën e parë që shpresa buzëqeshi,
Herën e parë që Lule mbajti gishtin e babait të saj. Herën e parë që të dyja fjetën në të njëjtën kohë. Shiko, i tregonte Lira Arditit çdo ngjarje të re. Ato po rriten aq shpejt. E di, duhet të kap çdo moment. Ata bënin foto çdo ditë, regjistronin video, shkruanin shënime për çdo arritje të vogël. Donin të mbajnë mend gjithçka. Një mbrëmje, ndërsa Lira kishte ulur të dyja vajzat në gjoks për të ushqyer, ajo e shikoi Arditin që po bënte foto. "Çfarë?" pyeti ajo duke buzëqeshur. "Asgjë," tha ai. "Thjesht po mendoj se sa fat kemi. Sa jemi të bekuar." "Po jemi," tha Lira duke shikuar vajzat e saj. "Dhe nuk do ta marr kurrë për të mirë qenë." Megjithse ishin të lumtur, sfida ishin reale. Netet pa gjumë filluan të ndikojnë. Lira ishte e lodhur fizikisht nga ushqyerja, ndërsa Arditi përpiqej të mbulonte gjithçka tjetër: ndrimi i pelenjve, qetësimi i bebeve kur qanin, pastrimi. Një natë, në orën 3 të mëngjesit, të dyja vajzat qanin në të njëjtën kohë. Lira po ushqyente njërin, ndërsa Arditi po përpiqej të qetësonte tjetrën. "Nuk di çfarë duan," tha ai me dëshpërim të lehtë. "E kam ndruar, e kam mbajtur, e kam tundur. Ndoshta thjesht duhen të jenë të mbajtura së bashku," sugjeroi Lira. Ata vendosën të dyja vajzat pra njëra tjetrës në një djep të vetëm. Menjëherë, qarja pushoi. Shpresa dhe Lule u qetësuan, sikur pranimi njëra tjetrës ishte gjithçka që u duhej. Lira dhe Arditi u shikuan dhe qeshën me lodhje. "Këto dy janë tashmë të lidhura," tha Arditi. "Sikur ti dhe unë," tha Lira. Pas disa javësh, kur gjërat u stabilizuan pak, Lira dhe Arditi organizuan një vizitë familjare. Të gjithë dolën, gjyshrit, xhaxhallarët, tezet, kushërinjt. Shtëpia u mbush me zëra, me qeshje, me dashuri. Të gjithë donin të mbajnë binjakët. Çdo antar i familjes kalonte minuta duke i shikuar, duke u folur me zëra të butë, duke bërë foto. Gjyshi i Arditit, një burr i moshuar që rrallë shprehte emocion, mori shpresën në krah dhe filloi të qaj. "Çfarë ndodhi?" pyeti Arditi me shqetësim. "Asgjë," tha gjyshi, duke fshirë lotët. "Thjesht jam i lumtur që jetova aq gjatë sa të shikoj këto dy engjëj. Zoti është i madh." Lira shikonte skenën dhe ndjeu zemrën duke u plotësuar. Kjo ishte ajo që kishte ndruar, një familje të madhe, të lumtur, plot dashuri. Kur binjakët mbushën një muaj, Lira dhe Arditi organizuan një festë të vogël. Pas gjithë viteve të pritjes, çdo milestone ndihej si një fitore. Atë mbrëmje, pasi që të gjithë u larguan dhe vajzat flinin, Lira dhe Arditi ulen në verandë duke pirë çaj. "A e kupton që tashmë ka një muaj?" tha Lira. "E di, koha po kalon aq shpejt." "Po, por ndihej sikur pritur përjetësi që ta arrinte." Arditi e mori nga dora. "Ti isha ajo që na mbajti gjallë, shpresa jote, forca jote. Pa ty, unë do të kisha hequr dorë shumë më përpara." "Jo," tha Lira. "Ne e bëm së bashku. Çdo hap, çdo lot, çdo zhgënjim dhe çdo shpresë i përballën bashk." Ata qëndruan në heshtje për disa minuta, duke dëgjuar zërat e natës. "Donjëherë mendoj për të gjitha ato vite, për gjithë dhimbjen, dhe tani më duket sikur kishte një arsye, sikur Zoti po na përgatiste për këtë. Mund të jetë, ose ndoshta thjesht koha e duhur nuk kishte ardhur ende, por tani ne e kemi." Një ditë, Lira doli për shëtitje me karrocën e binjakëve. Në park, ajo takoi disa nëna të tjera me fëmijë të vogël. Ato filluan të plasin, të shkëmbejnë këshilla, të qeshin për sfidat e përbashkëta. "Sa muaj janë binjakët tuaja?" pyeti njëra nga nënat. 2 muaj, tha Lira me krenari. "Sa të bukura, ti dukesh aq e lumtur." "Jam," tha Lira, duke i shikuar vajzat. "Më ka marrë shumë kohë që të arrija këtu, por ja ku jam." Një nga nënat, një grua e vogël me një bebe në krah, i afrua Lirës me një ton më të ulët. "Edhe unë kam kaluar në për trajtim fertiliteti, e di se sa e vështirë është." Lira e pa me surprizë. "Vërtet? Po, 3 vite IVF, por në fund funksionoi." Ato dy ndan një përqafim. Ishte diçka që vetëm ato që kishin kaluar në për të njëjtën dhimbje mund ta kuptonin. Që nga ajo ditë, Lira ndjeu një lidhje të re me komunitetin e nënave që kishin luftuar për të pasur fëmijë. Ajo nuk ishte më vetëm. Deri në muajin e 3, Lira dhe Arditi kishin gjetur një rutinë. Ata dinin kur vajzat do të kishin uri, kur do të flenin, si t'i qetësonin. Jeta po bëhej më e parashikueshme. Lira kishte filluar të merrte më shumë gjumë. Arditi ishte kthyer në punë, por vetëm gjysmë kohe që të mund të ndihmonte në shtëpi. "Si po shkon në punë?" e pyeti Lira një mbrëmje. "Mirë, por më mungon koha këtu, më nungoni ju." "Ne jemi gjithmonë këtu," qeshi Lira, "nuk po shkojmë askund." Ato net, pasi vajzat flinin, Lira dhe Arditi gjenin kohë për njëri tjetrin. Flisnin, qeshnin,
Kujtonin ditët kur ishin vetëm ata të dy. Ndonjëherë më mungon jeta kur ishim thjesht ne, tha Arditi një natë. Edhe mua, pranoi Lira, por nuk do ta ndroja këtë për asgjë. Asun. Në muajin e 4, Lule u sëmur për herë të parë. Ajo kishte temperaturë të lartë dhe qante pa pushim. Lira hypi në panik. Duhet ta çojmë në spital, tha ajo me zë të shqetësuar. Po, tani, tha Arditi, duke kapur çelsat. Në spital, mjekët e ekzaminuan Lulen dhe përcaktuan se kishte një infeksion të lehtë. U dhan antibiotik dhe u than se do të ishte mirë pas disa ditësh. Por për Lirën dhe Arditin, ato ditë ishin tmerr. Ata nuk linin syt nga Lule, monitoronin temperaturën çdo orë, siguronin që po merrte medikamentet. Pse nuk po përmirësohet më shpejt? Pyeste Lira me ankthin. Duhet kohë, i thoshte Arditi, megjithse edhe ai ishte i shqetësuar. Në ditën e tretë, temperatura e Lules ra dhe ajo filloi të buzëqeshte përsëri. Lira dhe Arditi morën frym lehtësimi. Nuk dua ta kaloj kurrë më këtë, tha Lira, duke mbajtur Lulen fort. E di, por kjo është pjesë e jetës së prindve, ne do të jemi gjithmonë këtu për t'i mbrojtur. Ndërsa muajt kalonin, Shpresa dhe Lule filluan të arrinin milestones të rëndësishme. Herën e parë që mbanin kokën lart, herën e parë që rokulliseshin, herën e parë që qeshnin me zë të lartë. Lira dhe Arditi regjistronin çdo moment, çdo event i ri ishte një fest. Shiko, thiri Lira një ditë, Shpresa po përpiqet të zvarritet. Arditi erdhi me vrap dhe pa vajzën e tij duke u përpjekur të lëviz përpara. Hajde vajza ime, ti mund. Pas disa minutash përpjekjeje, Shpresa lëvizi pak përpara. Lira dhe Arditi shpërthyen në bërhoritje dhe duartrokitje. E bëri, qeshi Lira, e bëri. Këto momente e bënin çdo ditë të vlefshme. Çdo sfidë, çdo natë pa gjumë, çdo shqetësim, gjithçka ia vlente. Kur Shpresa dhe Lule mbushën 6 muaj, Lira dhe Arditi organizuan një festë më të madhe. Ata i ftuan të gjithë familjen, miqt, madje edhe disa mjekë që i kishin ndihmuar gjatë procesit të IVF. Shtëpia u dekorua me balon, me ëmbëlsira, me foto të binjakëve nga çdo vegë e jetës së tyre. Ishte një përkujtim i bukur se sa shumë kishin rritur në vetëm 6 muaj. Kur erdhi koha për prerjen e tortës, Lira mbajti një fjalim të shkurtër. Dua të falenderoj të gjithë që janë këtu sot, filloi ajo, me zë të emocionuar. Ju e dini se rruga jon nuk ka qenë e lehtë. Ka pasur momente kur mendonim se nuk do të arrinte kurrë këtu, por me mbështetjen tuaj, me dashurinë tuaj dhe me hirin e Zotit, ja ku jemi. Me 2 vajza të bukura, të shëndetshme, që mbushin jetën tonë me lumturi çdo ditë. Të gjithë duartrokiten, disa qajnë. Ishte një moment që askush nuk do ta harronte. Mjekja që kishte kryer IVF-n e fundit erdhi tek Lira dhe e përqafoi. Unë jam aq krenare për ju. Ju jeni shembull i vërtet se duhet mos heqësh dorë kurrë. Faleminderit, tha Lira me slotësh. Faleminderit që na ndihmua të realizojmë ëndrrën tonë. Atë natë, pasi festa mbaroi dhe të gjithë u larguan, Lira dhe Arditi ulën në dhomën e ndenjës, të lodhur por të lumtur. A e kupton se 6 muaj më parë ato as që ekzistonin, tha Arditi, duke shikuar në fotot e mbrëmjes. E di, tha Lira, dhe tani nuk mund ta imagjinoj jetën pa to. Të kujtoj kur ishim në atë hotel të huaj, duke pritur rezultatin e testit të fundit. Isha aq i friksuar. Edhe mendova se ishte rasti ynë i fundit, por nuk ishte, tha Arditi. Ishte fillimi. Lira u mbështet në shpatullën e tij. Të them diçka, nuk dua që ato të rriten, dua t'i mbaj kështu për gjithmonë. Arditi qeshi. E di çfarë do të thotë, por mendoj për të gjitha gjërat e mrekullueshme që na presin, hapat e para, fjalët e para, dita e parë e shkollës. Ti ke të drejtë, por do të jetë e vështirë të lësh shkojnë në çdo fazë. Kështu është prindrimi, apo jo? Një cikël i vazhdueshëm i lënies shkojnë dhe të mbajtjes fort. Në muajin e 9 ndodhi diçka magjike. Lira po luante me Shpresën në dysheme, kur vajza e saj e shikoi dhe tha: "Mama." Lira ngrini. Çfarë the?" Shpresa buzëqeshi dhe përsëriti: "Mama." Lira filloi të qajë menjëherë. Ardit eja." Ajo tha: "Mama." Arditi erdhi me vrap nga dhoma tjetër. "Vërtet?" "Po, thuaje përsëri Shpresa. Thuaj mama." Shpresa e shikoi dhe tha sërisht: "Mama." Lira e mbështilli me përqafime dhe puthje. Vajza ime e mençur." Pak kohë më vonë, Lule tha dada për herë të parë, duke i bërë Arditit të qajë në të njëjtën mënyrë. "Ne jemi aq të bekuar," tha Lira atë natë. "Aq shumë të bekuar."
Në muajin e 9 ndodhi diçka magjike. Lira po luante me shpresën e dysheme, kur vajza e saj e shikoi dhe tha: "Mama." Lira ngrini. "Çfarë? Çfarë the?" Shpresa buzëqeshi dhe përsëriti: "Mama." Lira filloi të qaj menjëherë. Ardit eja." Ajo tha: "Mama." Arditi erdhi me vrap nga dhoma tjetër. "Vërtet?" "Po, thuaje përsëri shpresa. Thuaj mama." Shpresa e shikoi dhe tha sërisht: "Mama." Lira e mbështilli me përqafime dhe puthje. Vajza ime e mençur." Pak kohë më vonë, Lule tha dada për herë të parë, duke i bërë Arditit të qaj në të njëjtën mënyrë. "Ne jemi aq të bekuar," tha Lira atë natë. "Aq shumë të bekuar." Në muajin e 11, Shpresa mori hapat e saj të parë. Ishte një mëngjes i zakonshëm dhe Lira po luante me to në sallë. Shpresa u ngrit duke u mbajtur në tavolinë, pastaj lëshoi dorën dhe bëri 2 hapa drejt Lirës para se të rrëzohej. "Ardit," bërtiti Lira. Ajo ecur." Për javët e ardhshme, Shpresa praktikoi çdo ditë, duke përmirësuar ekuilibrin e saj. Lule nuk ishte shumë pas. Brenda 2 vjavësh, edhe ajo po ecte. Shtëpia u bë më kaotike. Tani vajzët mund të lëviznin lirshëm, duke eksploruar çdo kënd, duke prekur çdo gjë që gjenin. Lira dhe Arditi duhet të ishin gjithmonë vigjilent. "Nuk mendova se do të kishim kaq energji," qeshi Arditi, duke ulur i lodhur pas një dite të tërë duke ndjekur vajzat. "Më tua mua," tha Lira, "por më pëlqen që janë kaq plot jetë." Ditëlindja e parë e Shpresës dhe Lules ishte një ngjarje e madhe. Lira dhe Arditi organizuan një festë në shtëpi, me dekoracione të mrekullueshme, me torta të vogla për secilën vajzë, me lojra dhe muzikë. Kur erdhi koha për të kënduar gëzuar ditëlindjen, të gjithë u mblodhen rreth trevozis. Shpresa dhe Lule rrinin në karrige të larta duke shikuar me kureshtje tortën me kirinj para tyre. Ndërsa të gjithë këndonin, Lira dhe Arditi shikoheshin njëri tjetrin. Lotët u rrithnin të dyve. "Një vit më parë," përshpëriti Lira, "ato ishin ende brenda meje, dhe tani shikosat më dhajon." "E di," tha Arditi, duke e mbërthyer nga dora. "Koha fluturon." Pasi këndimi mbaroi dhe të gjithë duar trokitën, Lira dhe Arditi ndihmuan vajza të frynin qirinjt. Fytyrët e Shpresës dhe Lules ishin plot kureshtje dhe gëzim. Ishte një ditë e përsosur, një ditë që do të mbetej në zemrat e tyre përgjithmonë. Muajt e ardhshëm ishin plot zhvillim të shpejt. Shpresa dhe Lule filluan të flasin më shumë, të formonin fjalit vogla, të shprehnin nevojat dhe dëshirat e tyre. Personalitetet e tyre filluan të dalin qartë. Shpresa ishte më e guximshme, më aventuriere. Ajo ishte gjithmonë e para që provonte gjëra të reja, që eksploronte vende të reja, që kërkonte kufi. Lule ishte më e butë, më e kujdesshme. Ajo preferonte të vëzhgonte më parë, të mendonte, të analizonte. Por kur vendoste, ishte njësoj e fortë si motra e saj. "Janë aq të ndryshme," i tregoi Lira nënës së saj një ditë. "Kështu janë binjakët," qeshi nëna. "Por edhe aq të lidhura, shiko si kujdesen për njëra tjetrën." Ishte e vërtet, nëse Shpresa qamte, Lule shkonte ta ngushëllonte. Nëse Lule kishte nevojë për ndihmë, Shpresa ishte aty. Lidhja e tyre ishte diçka e veçantë. Por sigurisht, nuk ishte gjithçka e lehtë. Kishte ditë kur vajzat ishin të vështira, kur asgjë nuk funksiononte, kur Lira dhe Arditi ndjeheshin të mbytur. Një ditë, të dyja vajzat kishin temperaturë në të njëjtën kohë. Qanin vazhdimisht, nuk hanin, nuk flinin. Lira dhe Arditi kaluan 3 net pa fjetur, duke u kujdesur për to. "Nuk di sa më tepër mund të bëj," tha Lira në natën e tretë, me zë të thyer nga lodhja. "Vetëm pak më shumë," i tha Arditi, megjithse edhe ai ishte në kufit e tij. "Do të kaloj." Dhe kaloi. Vajzat u përmirësuan, buzëqeshjet e tyre u kthyen dhe jeta vazhdoi. "Kështu është prindërimi," tha Lira më vonë. "Disa ditë janë magjike, disa janë të vështira, por të gjitha ja vlejnë." Një ditë, Lira vendosi të shkonte të vizitoj klinikën ku kishte bërë IVF-ën e fundit, atë që kishte funksionuar. Ajo mori Shpresën dhe Lulen me vete. Kur hyri në pritje, infermierët e njohën me njëherë. "Lira, ti je," tha një prej tyre me gëzim. "Dhe këto janë binjak." "Po," tha Lira me krenari, "këto janë Shpresa dhe Lule." Mjekja që kishte kryer procedurën doli dhe u emocionua kur i pa. "Jam aq e lumtur që më solle ti shoh," tha ajo, duke i mbajtur të dyja vajzat për disa çaste. "Të gjithë këtu mendojnë për ty shpesh,
Ti je historia jonë e suksesit. Unë nuk do të isha këtu pa ju, tha Lira me lot. Ju na dhatë dhuratën më të madhe të jetës. Jo, tha mjekja duke e përqafuar. Ju nuk u dorzuat, ju besuat, edhe tani shiko çfarë keni. Ato qëndruan për një kohë, duke folur për udhëtimin, për sfidan, për triumfin. Ishte një moment mbylljeje për Lirën, një mënyrë për të thënë faleminderit për gjithçka. Ditëlindja e dytë erdhi më shpejt se sa prisnin. Lira dhe Arditi organizuan një fest më të madhe, me më shumë fëmijë, më shumë loja, më shumë argëtim. Shpresa dhe Lule ishin tani plotësisht aktive, duke vrapuar rreth e rrotull, duke luajtur me fëmijët e tjerë, duke qeshur dhe duke gëzuar. Nuk besoj se tani janë 2 vjeç, I tha Lira Arditit, ndërsa I shishte vajza duke luajtur. Asun, duket sikur dje kur linde, ose kur u takuam për herë të parë, ose kur u morëm vesh që do të provonim për fëmijë. Arditi e përqafoi nga krahu. Çfarë udhëtimi ka qenë? Po, edhe nuk do ta ndryshoja asgjë. Asun, çdo lot, çdo zhgënjim, çdo moment I vështirë, të gjitha na sollën këtu, dhe këtu është vendi ku duhet të jemi. Një mbrëmje, pas një dite të gjatë, Liva dhe Arditi ulën në dhomën e vajzave dhe I shihnin duke fjetur. Shpresa dhe Lule ishin në djepsit e tyre, frymarrja e tyre e qetë, fytyrat e tyre paqësore. Ti e di, filloi Lira me zë të ulët, ka ditë që ende nuk besoj se janë reale, që nuk besoj se ne vërtet I kemi. Edhe unë ndihem kështu ndonjëherë, tha Arditi, por pastaj I shoh dhe e di se është e vërtet, që gjithçka që kaluam ishte për këtë moment. Lira u mbështet në shpatullën e tij. Të kujtoj kur mjekja na tha se shanset ishin të ulta, kur njerëzit na thonin të hiqnim dorë, kur ndonjëherë edhe ne mendonim se duhej të hiqnim dorë. Por nuk e bëm, tha Arditi, sepse diçka na thoshte se nuk ishte mbaruar ende, se historia jon kishte më shumë për të treguar. Dhe kishte, buzëqeshi Lira, kishte shpresën dhe Lulën. Ata qëndruan atje për minuta të tëra, thjesht duke shikuar vajzat e tyre, duke falenderuar për çdo ditë që kishin me to. Një ditë, Lira vendosi të shkruante historinë e saj në një blog. Ajo donte që gratë të tjera që po kalonin në për të njëjtën luftë të dinin se nuk ishin vetëm, se kishte shpresë, se mrekulli ndonjëherë ndodhin. Ajo shkroi për çdo fazë të udhëtimit, nga dëshira e parë për të pasur fëmijë deri te zhgënjimet, trajtimi, tentativat e shumta të IVF, momentet e errta dhe më në fund triumfi. Brenda javësh, artikulli u bë viral. Qindra gra I shkruan, duke e falenderuar përse I kishte dhënë shpresë, përse I kishte bërë të ndieshin më pak të vetmuara. Shiko këtë, I tregoi ajo Arditit një mbrëmje, duke lexuar disa prej mesazheve. Historia juaj më bëri të qaj dhe më dha forcën të vazhdoj. Unë jam në tentativën time të 4 të IVF dhe kisha humbur shpresën, por tani e di se duhet të vazhdoj. Arditi buzëqeshi. Jam krenar për ty. Ti po bën një ndryshim. Nuk e bëra vetëm për veten time, tha Lira. E bëra për të gjitha gratë që janë ku isha unë dikur, të vetmuara, të friksuara, duke menduar se nuk do të ndodh kurrë. Dua që ato të dinë se ka shpresë. Ndërsa vitet kaluan, shpresa dhe Lule vazhduan të rriten. Ato filluan kopshtin, bën miq, mësuan të lexojnë dhe të shkruajnë. Çdo ditë sillnin diçka të re në jetën e Lirës dhe Arditit. Një mbrëmje, ndërsa hanin darkë, shpresa pyeti: "Mami, pse kemi përvjetor lindje në të njëjtën ditë?" Lira buzëqeshi: "Sepse ju jeni binjak. Ju lindët në të njëjtën ditë, me disa minuta ndryshim." "A ishit të lumtur kur lindëm?" pyeti Lule. Lira dhe Arditi u shikuan njëri tjetrit. "Më të lumtur se kurrë," tha Lira, me zë të emocionuar. "Ishte ditja më e bukur e jetës sonë." "Pse?" pyeti shpresa. "Sepse ne kishim pritur shumë kohë për ju. Shumë kohë. Dhe kur më në fund erdhët, ishte sikur një mrekulli." "Çfarë është mrekulli?" pyeti Lule. "Është diçka e bukur që nuk e prisje, por që ndodh," shpjegoi Lira. "Dhe ju jeni mrekullia jonë."
Vajzat buzëqeshën dhe vazhduan të hanin pa e kuptuar plotësisht peshën e fjalëve, por duke ndjerë dashurinë që ishte pas tyre. Kur Shpresa dhe Lule filluan shkollën fillore, ishte një moment i madh për Lirën. Ajo i shoqëroi në ditën e parë, duke i mbajtur nga dora, duke i siguruar që kishin gjithçka që ju duhej. "A do jeni mirë?" pyeti ajo duke ulur pranë tyre në klasë. "Po mami," tha Shpresa me siguri. "Mos u shqetëso," shtoi Lule. Por Lira u shqetësua. Kur u largua nga shkolla, ajo qahu në makinë. Nuk ishin lot trishtimi, por lot nostalgjie. Vajzat e saj po rritenin, bëheshin të pavarur, fillonin jetën e tyre. "Janë vetëm 5 vjeç," tha ajo Arditit më vonë, "por më duket sikur i humbasin." "Nuk po i humbas," ja siguroi ai. "Ato do t'jenë gjithmonë vajzat tona. Thjesht po rriten, dhe kjo është gjë e mirë." "E di, por është e vështirë." Ndërsa vitet kaluan, Lira dhe Arditi mësuan që të çmojnë momentet e vogla. Mëngjezin që hanin bashk, mbrëmjet që luanin lojra, fundjavën që shkojnë në shëtitje, pushimet e vogla familjare. Ato momente ishin ato që vërtet përbënin jetën, jo ngjarjet e mëdha, por çastet e zakonshme që ishin plot dashuri dhe lidhje. Një natë, pasi Shpresa dhe Lule kishin shkuar të flinin, Lira gjeti një letër në dhomën e saj. Ishte nga Shpresa, shkruar me shkrim të pasigurt, por me zemër të pastër. "Te du mami, ti e mama më e mirë në botë." Lira filloi të qaj. Ajo e mori letrën dhe e ruajti me një kuti speciale ku mbante të gjitha kujtimet e çmuara. "Çfarë ka?" pyeti Arditi kur pase po qante. Lira ja tregoi letrën. Arditi buzëqeshi. "Ato e din se sa i duam." "Po, dhe shpresoj që kur të mos e harrojnë." Tani, vite më vonë, Lira dhe Arditi shikojnë prapa dhe shohin udhëtimin e gjatë që kanë bërë. 20 vjet pritje, 10 tentativa, mira lot, por në fund, gjithçka ja vlen. Shpresa dhe Lule janë tani fëmijë të lumtur, të shëndetshëm, plot jetë. Ato mbushin shtëpinë me qeshje, me energji, me dashuri. Një mbrëmje, Lira dhe Arditi ulen në verande sikur kishin bërë shumë herë më parë dhe flasin për gjithçka. "Nëse do të ktheheshe prapa," tha Arditi, "dhe do të dije se do të duheshin 20 vjet për të arritur këtu, a do ta bëje përsëri?" Lira nuk hezitoi. "Po, pa hezitim, sepse çdo moment me to ja vlen çdo sekond që prisëm." "Edhe unë ndihem kështu," tha Arditi. Ata qëndruan në heshtje, duke dëgjuar zërat e vajzave që lozin brenda, duke ndjerë mirënjohje për jetën që kishin ndërtuar. Tani duke parë prapa në gjitha të udhëtim, Lira ka një mesazh për të gjithë ata që ende po luftojnë, që ende po presin, që ende po shpresojnë. Mos u dorëzo. E di se është e vështirë, e di se ka ditë kur duket e pamundur, kur mendoni se Zoti ju ka harruar, kur ndjeni se nuk ja vlen më. Por besoni në të panjohurën, besoni se koha juaj do të vijë. Ndoshta nuk do të jetë në mënyrën që prisni, ndoshta nuk do të jetë në kohën që dëshironi, por nëse nuk hiqni dorë, nëse vazhdoni të shpresoni, nëse vazhdoni të besoni, do të arrini atje. Historia jonë nuk është vetëm për ne, është për çdo grua që ka qarë kur ka parë një test negativ, për çdo burr që ka mbajtur gruan e tij ndërsa ajo thyej, për çdo çift që ka ndjerë se ëndra e tyre nuk do të realizohej kurrë. Ne jemi dëshmia se mrekullit ndodhin, se shpresa nuk vdes kurrë, se dashuria dhe këmbgulja mund të mposhtin gjithçka. Shpresa dhe Lule janë më shumë se thjesht 2 vajza. Ato janë simboli i çdo loti që kemi derdhur, i çdo lutjeje që kemi bërë, i çdo nate pa gjumë që kemi kaluar. Ato janë përgjigja që pritur për 20 vjet. Dhe tani, çdo mëngjes kur zgjohen, çdo herë që qeshin, çdo herë që na thon të dua, ne kujtojmë se çdo moment i asaj pritje ja ka vlejtur. Ndërsa mbyllim këtë histori, dua që ju të dini se nuk ka përfundim të vërtet. Jeta jonë vazhdon, vajzat tona vazhdojnë të rriten dhe ne jemi prindër të bekuar çdo ditë. Por nëse ka një mesim që dua të lë pas, është ky. Shpresa është gjëja më e fuqishme që kemi. Kur gjithçka tjetër dështon, kur bota duket e errët, kur rruga duket e pamundur, shpresa është ajo që na mban gjallë.
Ne I quajtëm vajzën tonë Shpresa, për një arsye, sepse pa shpresë nuk do të arrinim deri këtu. Pa shpresë do të kishim hequr dorë shumë më parë. Por ne nuk hiqëm dorë, dhe tani çdo ditë kur e shoh, e di se emri I saj ka një kuptim më të thellë se sa çdo fjalë. Dhe luleja, e bukura jon, e buta jon, na kujton se pas çdo stuhie vjen dielli, se pas çdo dimri vjen pranvera, se pas çdo vuajtjeje vjen gëzimi. Nëse po shikoni këtë video dhe jeni në një udhtim të ngjashëm me tonin, dua që të dini se nuk jeni vetëm. Ka mira, ndoshta miliona çifte në botë që po kalojnë nëpër të njëjtën dhimbje, por ju nuk jeni vetëm në vuajtje. Ju jeni të fuqishëm, jeni të guximshëm dhe meritoni lumturinë që kërkoni. Mos u lejoni të dikush t'ju thotë se është koha të hiqni dorë. Vetëm ju e dini kur dhe nëse duhet të ndaloni. Dhe nëse ende ndjeni se ka shpresë, nëse ende besoni se mund të ndodhë, vazhdoni, sepse mrekullia juaj mund të jetë vetëm një përpjekje ra, ose një lutje ra, ose një ditë ra. Dhe kur më në fund të vi, dhe do të vi, do të shihni se çdo sekonde pritjes ja ka vlejtur. Para se të mbyll, dua të falenderoj disa njerëz. Së pari, mjekët dhe infermierët që nuk u dorëzuan me ne, që na trajtuan jo vetëm si pacient, por si njerëz me ëndra dhe shpresa, që qanë me ne kur dështuam dhe festuan me ne kur triumfuam. Familje tona, që ishin pranë nesh në çdo hap, që na mbështetën edhe kur nuk e kuptonin plotësisht dhimbjen tonë, që na dhanë forcë kur ne nuk kishim më. Miq tanë, që dëgjuan po të njëjtën histori 100 herë, por kur nuk u lodhën, që na qanë kurris kur kishim nevojë, që na bën të qeshnim kur kishim nevojë për lehtësim. Dhe mbi të gjitha, njëri tjetrit. Arditi, pa ty unë nuk do të isha këtu. Ti ishe shkëmbi im, forca ime, shpresa ime kur unë nuk kisha më. Të dua më shumë se sa fjalët mund të përshkruajnë. Historia jon nuk është perfekte. Ka pasur momente që nuk I përshkrova këtu. Momente kur u grindëm, kur u përplasëm, kur lodhja dhe stresi na bën të themi gjëra që nuk mendonim. Por ato momente na bën më të fortë. Na mësuan se martesa nuk është gjithmonë e lehtë, por është gjithmonë e vlerësuar. Na mësuan se dashuria e vërtet nuk është të jesh I lumtur çdo ditë, por të zgjedhësh njëri tjetrin çdo ditë. Tani ndërsa shikojmë vajzat tona duke rritur, e dim se kemi arritur diçka të jashtëzakonshme. Jo vetëm që kemi krijuar jetë, por kemi ndërtuar një familje mbi themelet e durimit, besimit dhe dashurisë së pakufishme. Çdo mëngjes, kur I shoh të zgjuar, e di se nuk ka asgjë më të çmuar në këtë botë. Çdo buzëqeshje e tyre, çdo përqafim, çdo të dua mami dhe të dua babi, është një kujtesë se gjithçka që kaluam ishte pikërisht për këto momente. Le t'ju tregoj për një ditë të zakonshme në jetën tonë tani. Zgjohemi herët, rreth orës 6 të mëngjesit me zërat e shpresës dhe lules që dëgjohen nga dhoma e tyre. Mami, babi, zgjohuni! Shkojmë te ato dhe çdo mëngjes është sikur një fillim I ri. Ato na përqafojnë me atë forcë të vogël që kanë dhe gjithçka që kam kaluar, çdo injeksion, çdo analizë, çdo lot, zhduket në atë moment. Bëjmë mëngjes së bashku. Shpresa don bukë me gjalpë e mjalt. Lule preferon drithra. Ato flasin për ëndrat e tyre, për planet e ditës, për gjërat që duan të bëjnë. Arditi dhe unë ulemi dhe thjesht dëgjojmë, duke u habitur se si këto dy krijesa të vogla kanë personalitete kaq të zhvilluara. Pas mëngjesit I përgatisim për shkollë. Ka momente kaosi, këpucët nuk gjenden, flokët duhen krehur, batozet nuk janë gati, por edhe në mes të kaosit ka dashuri. Kur I lem në shkollë dhe ato vrapojnë drejt klasës me dorë për dore, Arditi dhe unë shikohemi dhe buzëqeshim. E bëm, I them unë, I kemi ato. Ka momente të veçanta që të çmojmë veçanërisht. Kur luajmë së bashku në mbrëmje, kur lexojmë përralla para se të flenë, kur ato na tregojnë për ditën e tyre në shkollë me atë entuziazëm që vetëm fëmijët e kanë. Ka momente kur shpresa vjen dhe më thot, mami, ti je shpresa ime, dhe unë filloj të qaj sepse ajo nuk e di se sa thellë prekin ato fjalë. Ka momente kur Lule më jep një lule që kam mbledhur nga kopshti dhe thot, për ty, sepse të dua, dhe zemra ime mbot. Ka momente kur të dyja vjen dhe kërkojnë të flenë në krevatin ton, dhe ne I pranojmë, edhe pse e dim se nuk do të flem shumë, sepse këto momente janë të shkurtra. Një ditë ato nuk do të duan më të flenë me ne,
dhe ne do t'i kujtojmë këto net me nostalgji. Ndërsa rriten, fillojmë t'ju tregojmë gradualisht historinë e tyre. Jo gjithçka një herë, por pjesë të vogla që mund ta kuptojnë. A e dini se ju jeni të veçanta? Pyet Lule. Pse? Pyet Shpresa. Sepse ne prisëm shumë kohë për ju, dhe kur më në fund erdhët, ishte sikur të gjitha lutjet tona ishin të dëgjuara. A ishit të trishtuar përpara se të lindnim? Pyet Shpresa me atë inteligjencën e saj. Ndonjëherë pranoj unë, por kur nuk humsim shpresën, dhe shihni çfarë ndodhi. Zoti na dha jo vetëm një, por 2 fëmijë, na dha ju. Ato buzëqeshin dhe vazhdojnë të luajnë, duke marrë me vete atë informacion në mënyrën e tyre të vogël. Një natë, pasi Shpresa dhe Lule kishin shkuar të flinin, Lira gjeti një letër në dhomën e saj. Ishte nga Shpresa, shkruar me shkrim të pasigut, por me zemër të pastër. Te dua mami, ti je mama më e mirë në botë. Lira filloi të qajë. Ajo e mori letrën dhe e ruajti në një kuti speciale, ku mbante të gjitha kujtimet e çmuara. "Çfarë ka?" pyeti Arditi kur pas e po qante. Lira ja tregoi letrën. Arditi buzëqeshi. Ato e dinë se sa I duam. Po, dhe shpresoj që kur të mos e harrojnë. Tani, vite më vonë, Lira dhe Arditi shikojnë prapa dhe shohin udhëtimin e gjatë që kanë bërë. 20 vjet pritje, 10 tentativa, mira lot, por në fund, gjithçka ja vlen. Shpresa dhe Lule janë tani fëmijë të lumtur, të shëndetshëm, plot jetë. Ato mbushin shtëpinë me qeshje, me energji, me dashuri. Një mbrëmje, Lira dhe Arditi ulen në verandë, sikur kishin bërë shumë herë më parë, dhe flasin për gjithçka. "Nëse do të ktheheshe prapa," tha Arditi, "dhe do të dije se do të duheshin 20 vjet për të arritur këtu, a do ta bëje përsëri?" Lira nuk hezitoi. Po, pa hezitim, sepse çdo moment me to ja vlen çdo sekondë që prisëm. "Edhe unë ndihem kështu," tha Arditi. Ata qëndruan në heshtje, duke dëgjuar zërat e vajzave që lozin brenda, duke ndjerë mirënjohje për jetën që kishin ndërtuar. Tani, duke parë prapa në gjitha të udhëtim, Lira ka një mesazh për të gjithë ata që ende po luftojnë, që ende po presin, që ende po shpresojnë. Mos u dorëzo. E di se është e vështirë. E di se ka ditë kur duket e pamundur, kur mendoni se Zoti ju ka harruar, kur ndjeni se nuk ja vlen më. Por besoni në të panjohurën. Besoni se koha juaj do të vijë. Ndoshta nuk do të jetë në mënyrën që prisni. Ndoshta nuk do të jetë në kohën që dëshironi. Por nëse nuk hiqni dorë, nëse vazhdoni të shpresoni, nëse vazhdoni të besoni, do të arrini atje. Historia jon nuk është vetëm për ne. Është për çdo grua që ka qarë kur ka parë një test negativ, për çdo burr që ka mbajtur gruan e tij ndërsa ajo thyen, për çdo çift që kanë ndjerë se ëndra e tyre nuk do të realizohej kurrë. Ne jemi dëshmia se mrekullit ndodhin, se shpresa nuk vdes kurrë, se dashuria dhe këmbgulja mund të mposhtin gjithçka. Shpresa dhe Lule janë më shumë se thjesht 2 vajza. Ato janë simboli I çdo loti që kemi derdhur, I çdo lutjeje që kemi bërë, I çdo natë pa gjumë që kemi kaluar. Ato janë përgjigje që pritur për 20 vjet. Dhe tani, çdo mëngjes kur zgjohen, çdo herë që qeshin, çdo herë që na thon të dua, ne kujtojmë se çdo moment I asaj pritje ja ka vlejtur. Ndërsa mbyllim këtë histori, dua që ju të dini se nuk ka përfundim të vërtet. Jeta jon vazhdon, vajzat tona vazhdojnë të rriten, dhe ne vazhdojmë të jemi prindër të bekuar çdo ditë. Por nëse ka një mësim që dua të lë pas, është ky. Shpresa është gjëja më e fuqishme që kemi. Kur gjithçka tjetër dështon, kur bota duket e errët, kur rruga duket e pamundur, shpresa është ajo që na mban gjallë. Ne I quajtëm vajzën tonë Shpresa për një arsye, sepse pa shpresë nuk do të arrinim deri këtu. Pa shpresë do të kishim hequr dorë shumë më përpara. Por ne nuk heqëm dorë, dhe tani çdo ditë kur e shoh, e di se emri I saj ka një kuptim më të thellë se sa çdo fjalë. Dhe lulja, e bukura jon, e buta jon, na kujton se pas çdo stuhie vjen dielli, se pas çdo dimri vjen pranvera, se pas çdo vuajtje vjen gëzimi. Nëse po shikoni këtë video dhe jeni në një udhtim të ngjashëm me tonin, dua që të dini se nuk jeni vetëm. Ka mira,
ndoshta miliona çifte në botë që po kalojnë nëpër të njëjtën dhimbje. Por ju nuk jeni vetëm në vuajtje, jeni të fuqishëm, jeni të guximshëm dhe meritoni lumturinë që kërkoni. Mos lejoni të dikush të thotë se është koha të hiqni dorë, vetëm ju e dini kur dhe nëse duhet të ndaloni. Dhe nëse ende ndjeni se ka shpresë, nëse ende besoni se mund të ndodhë, vazhdoni. Sepse mrekullia juaj mund të jetë vetëm një përpjekje rah, ose një lutje rah, ose një ditë rah. Dhe kur më në fund të vi dhe do të vi, do të shihni se çdo sekonde pritjes ja ka vlejtur. Para se të mbyll, dua të falenderoj disa njerëz. Së pari, mjekët dhe infermierët që nuk u dorëzuan me ne, që na trajtuan jo vetëm si pacient, por si njerëz me ëndra dhe shpresa, që qanë me ne kur dështuam dhe festuan me ne kur triumfuam. Familjet tona, që ishin pranë nesh në çdo hap, që na mbështetën edhe kur nuk e kuptonin plotësisht dhimbjen tonë, që na dhanë forcë kur ne nuk kishim më. Miqtë tanë, që dëgjuan po të njëjtën histori 100 herë, por kur nuk u lodhën, që na qanin kurriz kur kishim nevojë, që na bën të qeshnin kur kishim nevojë për lehtësim. Dhe, mbi të gjitha, njëri tjetrit. Arditi, pa ty unë nuk do t'isha këtu. Ti ishe shkëmbi im, forca ime, shpresa ime kur unë nuk kisha më. Të dua më shumë se sa fjalët mund të përshkruajnë. Historia jonë nuk është perfekte. Ka pasur momente që nuk i përshkrova këtu. Momente kur u grindëm, kur u përplasëm, kur lodhja dhe stresi na bën të themi gjëra që nuk mendonim. Por ato momente na bën më të fortë. Na mësuan se martesa nuk është gjithmonë e lehtë, por është gjithmonë e vlerësuar. Na mësuan se dashuria e vërtet nuk është të jesh i lumtur çdo ditë, por të zgjedh njëri tjetrin çdo ditë. Tani ndërsa shikojmë vajzat tona duke rritur, e dim se kemi arritur diçka të jashtëzakonshme. Jo vetëm që kemi krijuar jetë, por kemi ndërtuar një familje mbi themelet e durimit, besimit dhe dashurisë së pakufishme. Çdo mëngjes, kur i shoh duke zgjuar, e di se nuk ka asgjë më të çmuar në këtë botë. Çdo buzëqeshje e tyre, çdo përqafim, çdo të dua mami dhe të dua babi, është një kujtesë se gjithçka që kaluam ishte pikërisht për këto momente. Le t'ju tregoj për një ditë të zakonshme në jetën tonë tani. Zgjohemi herët, rreth orës 6 të mëngjesit, me zërat e shpresës dhe lules që dëgjohen nga dhoma e tyre. Mami, babi, zgjohuni! Shkojmë te ato, dhe çdo mëngjes është sikur një fillim i ri. Ato na përqafojnë me atë forcë të vogël që kanë dhe gjithçka që kam kaluar, çdo injeksion, çdo analizë, çdo lot, zhduket në atë moment. Bëjmë mëngjes së bashku. Shpresa don bukë me gjalpë e mjalt, Lule preferon drithra. Ato flasin për ëndrat e tyre, për planet e ditës, për gjërat që duan të bëjnë. Arditi dhe unë ulemi dhe thjesht dëgjojmë, duke u habitur se si këto dy krijesa të vogla kanë personalitete kaq të zhvilluara. Pas mëngjesit, i përgatisim për shkollë. Ka momente kaosi, këpucët nuk gjenden, flokët duhen krehur, batonezet nuk janë gati, por edhe në mes të kaosit ka dashuri. Kur i lem në shkollë dhe ato vrapojnë drejt klasës me dorë për dore, Arditi dhe unë shikohemi dhe buzëqeshim. E bëm, i them unë. I kemi ato. Ka çaste të veçanta që çmojmë veçanërisht. Kur luajmë së bashku në mbrëmje, kur lexojmë përralla para se të flenë, kur ato na tregojnë për ditën e tyre në shkollë me atë entuziazëm që vetëm fëmijët e kanë. Ka çaste kur shpresa vjen dhe më thot, mami, ti je shpresa ime. Dhe unë filloj të qaj, sepse ajo nuk e di se sa thellë prekin ato fjalë. Ka çaste kur Lule më jep një lule që ka mbledhur nga kopshti dhe thot, për ty, sepse të dua, dhe zemra ime mblot. Ka çaste kur të dyja vinë dhe kërkojnë të flejnë në krevatin ton, dhe ne i pranojmë edhe pse e dim se nuk do të flem shumë, sepse këto çaste janë të shkurtra. Një ditë, ato nuk do të duan më të flenë me ne, dhe ne do t'i kujtojmë këto net me nostalgji. Ndërsa rriten, fillojmë t'ju tregojmë gradualisht historinë e tyre. Jo gjithçka një herë, por pjesë të vogla që mund ta kuptojnë. A e dini se jeni të veçanta? I them unë një ditë. Pse? Pyet Lule. Sepse ne pritëm shumë kohë për ju, dhe kur më në fund erdhët, ishte sikur të gjitha lutjet tona ishin dëgjuara. A ishit të trishtuar përpara se të lindnim? Pyet Lule me atë inteligjencën e saj. Ndonjëherë, pranoi on, por kur nuk humbasim shpresë, dhe shihni çfarë ndodhi.
Zoti na dha jo vetëm një, por 2 fëmijë. Na dha ju. Ato buzëqeshin dhe vazhdojnë të luajnë, duke marrë me vete atë informacion në mënyrën e tyre të vogël. Një ditë, kur të jenë më të mëdha, do t'u tregojmë historinë e plot. Do të kuptojnë sakrificat, vuajtjen, por edhe triumfin, dhe shpresoj që kjo t'i bëjë të çmojnë jetën e tyre ende më shumë. Por nuk dua t'ju gënjej. Jeta si prindër nuk është perfekte. Ka ditë kur jam e lodhur, kur dua të kem 5 minuta për veten time, kur dua të fle pa u zgjuar. Ka ditë kur Arditi dhe unë grindemi për gjëra të vogla, kur stresi i jetës së përditshme na mposht. Por edhe në ato ditë, kur i shoh shpresën dhe lulen, kujtohem se sa fat kemi, se ka njerëz që ende po luftojnë për atë që ne kemi, se ka çifte që ende po presin për mrekullinë e tyre. Dhe kjo na kthen në realitet, na kujton të jemi mirënjohës, të çmojmë çdo moment, edhe ata të vështirët. Ndërsa mendoj për të ardhmen, shoh shumë gjëra. Shoh shpresën dhe lulen duke filluar shkollën e mesme, duke pasur përvojat e tyre të para me miqësinë, me zemrën e thyer, me sukseset dhe dështimet. I shoh duke u bërë gra të forta, të pavarura, plot jetë. I shoh duke ndjekur ëndrat e tyre, çfarëdo që t'jenë ato. Dhe një ditë, ndoshta, i shoh duke pasur fëmijët e tyre, duke na bërë gjysh dhe gjyshe, duke vazhduar ciklin e jetës. Por për momentin, jam e lumtur të jem thjesht nëna e tyre, të shijoj këto vite kur ende më kanë nevojë, kur ende më kërkojnë, kur ende mendojnë se unë mund të zgjedh çdo problem. Nëse jeni një çift që po kalon nëpër luftën e fertilitetit, dua t'ju them disa gjëra. E para, është në rregull të qash. Është në rregull të ndihesh i thyer. Është në rregull të jesh i mërzitur kur dikush tjetër mbetet shtatzën. Këto ndjenja janë njerëzore dhe të vlefshme. E dyta, mos e izoloni veten. Flusni me dikë, një terapeut, një mik, një grup mbështetës. Dhimbja është më e lehtë kur ndahet. E treta, kujdesuni për martesën tuaj. Ky proces mund të jetë shkatërues për relacionet. Gjeni kohë për njëri tjetrin, për te trajtimeve dhe analizave. E katërta, është në rregull të merrni një pushim. Nëse trupi dhe mendja kanë nevojë për kohë për t'u shëruar, jepuni atë kohë. Nuk jeni dështues nëse vendosni të ndaloni për pak kohë. Dhe fundit, mos u dorëzoni nëse ende besoni, por gjithashtu, dini se ka alternativa. Birësimi është një rrugë e bukur. Jeta pa fëmijë mund të jetë gjithashtu e plot. Çfarëdo që të zgjidhni, është zgjedhja juaj dhe është e vlefshme. Nëse do të mund t'i kthehesha vetes më të re, asaj grua 25 vjeçare që sapo kishte filluar këtë udhëtim, kjo është çfarë do t'i thoja. E di se është e vështirë. E di se çdo muaj negativ ndihet si një dështim, por nuk je duke dështuar. Trupi yt po bën gjithçka që mund, dhe një ditë, në kohën e duhur, do të ndodh. Do të ketë ditë kur do të dëshirosh të heqësh dorë, por mos e bëj, sepse në anën tjetër të kësaj dhimbjeje ka një lumturi që as nuk mund ta imagjinosh. Do të matosh 2 vajza të mrekullueshme. Do t'i quash Shpresa dhe Lule, dhe ato do t'jenë gjithçka që ke ëndërruar dhe më shumë. Kështu që merre ditë pas dite. Qaj kur ke nevojë, por mos humb shpresë, sepse shpresa është ajo që do të mbajë gjallë derisa të arrish tek ëndra jote. Nëse keni arritur deri këtu në këtë video, faleminderit. Faleminderit që dëgjuat historinë tonë. Faleminderit që ndat kohën tuaj me ne. Shpresoj që kjo histori t'ju ketë prekur. Shpresoj që t'ju ketë dhënë shpresë nëse e keni nevojë. Shpresoj që t'ju ketë kujtuar të jeni mirënjohës për bekimet që keni. Jeta nuk është perfekte. Asnjë histori nuk është pa sfida, por në fund të ditës, dashuria triumfon, shpresa fiton dhe mrekulli ndodhin. Ndërsa mbyll këtë histori, jam ulur në verandë, sikur kam bërë shumë herë. Arditi është pranë me mhan dorën time. Shpresa dhe Lule po luajnë në obor, qeshja e tyre duke mbushur ajrin. A e kupton se sa jemi të bekuar? I them Arditit. Çdo ditë, përgjigjet ai. Shikojmë vajzat tona dhe dim se çdo gjë që kaluam, çdo të lehtë, çdo dhimbje, çdo moment kur mendonim se nuk do ta bënim, është plotësisht e vlefshme. Sepse tani kemi gjithçka që kemi ëndërruar. Kemi dashurinë, kemi familjen, kemi njëri tjetrin. Dhe kemi 2 vajza që janë dëshmia se kur nuk duhet të heqësh dorë nga ajo që dëshiron më shumë në jetë. Historia jon filloi me një ëndër, vazhdoi me 20 vjet luftë dhe përfundoi me një mrekulli, me 2 mrekulli.
Kjo është historia jonë, historia e shpresës dhe lulës, historia e dashurisë që nuk dorëzohet kurrë. Dhe nëse ka një gjë që dua që ju të merrni nga kjo, është kjo. Pavarësisht se sa i gjatë është rruga, pavarësisht se sa herë rrëzoheni, vazhdoni të ngriheni, vazhdoni të besoni, vazhdoni të shpresoni, sepse në fund shpresa gjithmonë fiton. Faleminderit që na dëgjuat. Faleminderit që ndat këtë udhëtim me ne. Dhe për të gjithë ju që ende po luftoni, mos u dorëzoni. Mrekullia juaj po vjen. Thirrje për veprim në fund. Nëse kjo histori ju preku, le të dëgjojmë prej jush në komente. A keni një histori shprese? A jeni në një udhëtim të ngjashëm? Ndajeni me ne. Le të mbështesim njëri tjetrin. Dhe nëse e gjetët këtë të vlefshme, mos harroni të lini një like, të abonoheni në kanal dhe të ndani këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë. Ju faleminderit nga zemra. Na shihemi në videon tjetër. Dhe kujtohuni, mos humni kurrë shpresën.